asnjëherë nuk e kom pas në plan që me jetu jashtë, por ndodhe ashtu jeta që shka plot befasira, edhe kështu që 6 vite kam dalë në Gjermani, në Berlin për ndryshe. Është një vend shumë i madhë, ngrasi me Kosovën. Po mirë, atje jam adaptu, por normal si me vend tonë nuk ka. Unë jam shumë, do më thonë, udhtoj edhe vi shumë shpesh në Kosovë. Po ashtu i kam pas familjarët e mi atje edhe kam shku që t'jem bashkë atje me ta. Për mu ka qenë si ku një andër, do më thonë, ndodhe ajo që u hap TikTok-u kishte drejt që me hi live edhe mu doke shumë interesant që është ky program abudin, ta provoj edhe une, edhe aty kom arrit shumë shikueshmëri të madhe. Do me thonë, e kom po një video krejt rasisht, bile për ndryshe bashkëshorti ma ka bot video, edhe kur jam qunë mëngjes, i kom po për një herë 100.000 followers. Thështa mos ka ndodhë diqka në TikTok, farë prishi ose ku me diqka, edhe jam qudi, do me thonë, qëfar. Edhe pas taj të një kom hi live, baja gigat, kam qëndru për shamull ka 2 orë live, ka 3 orë ka ndodhë, kur ka qenë Ramazan kam qëndru edhe me orë të tëra edhe deri 4 mëngjezit, edhe aty kam kriju shumë do më thonë adhurus të mi që me të vërtet edhe sot i kam, kur kam bo në Gjermani djallin e dytë, nuk o konë me plan me bo njerë s'kom dosh pauz, po, ashtu ndodhe edhe njët edhe djalli jam i dytë. I madhe i ka jam një damas janë, i dytë i azgan për ndryshe, i kom edhe ata në rrjete sociale që janë me mu kuda. Sa të suportojna, e din pak të famën edhe krejt influencën që e kinë TikTok? Po se ma le surprizën thali për ma vonë për kongë për kësi. Qëto herë hinë i këqyrin video të krejt edhe i bojnë like. Bile djali madhë, po, shumë. Bile kur po i pauzë në një video që nuk e bëj, thot mami, hajte bëjmë një video. Normalisht qëto herë jo jashtë të normave, për shkak se na du t'jepim edhe shembuj që mos bëjmë t'yli far video që nuk duhen. Bëjmë, do më thonë, video humoristike, kështu fani, shoku i ka 2 anë, pozitiven edhe negativen. Normal që tash dikush nuk mundet mja marë anët pozitive, po ngecet aty. E normal që unë faleminderit për Allahut, kom arrit që ti marrë vetëm pozitivet. Edhe jam shumë e kënaqur për këto. Normal që ata që bojnë gabime, do më thonë, ajo nuk është e mirë, se nuk është edhe një shembull, sharjet e fyrjet, ato që po ndodhin, ju pishin një çdo ditë, ajo ishdash mund dalu repsisht, për shembull, kur hinë shumë persona dhe shohin ato fëmijët krejt i shohin, edhe marrin një shembull shumë të keq. Cili është reagimi i bashkëshortit në këtë rast, për krejt këtë famën që i pasën Bashkëshortin e kom çdo herë për krahas, çdo herë. Do më thonë që tash edhe në fillim video jam virale, është bo, ai që pikrisht që ma ka bo videon ai, po.